mu më kujtojnë ditët e studimeve që ne ndodhë të klasa jonë e parë që kishim profesorin Sefedin Nuredinin në dies pas që ka bërë një punë kolosale me ne. Ka punuar jashtëzakonisht shumë. Mu më kujtoj që ne punojmë në kushtet jashtëzakonshme në Tetov, punonim në hipodrum të Baciali. Gjë që ndodhte që ne mos dilim nga podrumi nga 48 orë. Dhe bukura e gjitha ti fillimi ishte që shpesher ndodhte që kujshit rreth shtëpis na sillnin bukën poshtë. Wow. Dhe unë në emër të gjithë kolegëve do shfrytëzoj rastin t'ju falenderohem te mase për gjitha të mikpritje dhe ngrohtësi bujarie që ata njerëz na kanë falë gjatë këtyre studimeve. Pastaj sigurisht jetë studentore. Ku ke, ku s'ke, ku do rish, ku do flesh, ku do rrugët të rrjupe policisë e kështu me radhë. Dhe thamë, po i jetë jashtëzakonisht e bukur, si jetë studentore.